Këngëtare Luiz Zelli është bërë pjesë e një momenti interesant jashtë skenës muzikore. Ai është filmuar nga shokët e tij në një situatë krejtësisht e papritur. Luiz ishte duke fjetur në studion ku po realizohen këngët e tij të reja. Pamjet tregon artistin të shtrirë mes pajisjeve të studios duke marrë pushim pas një dite të gjatë pune. Situata dëshmon angazhimin intensiv të këngëtarit në projektet e tij muzikore, ku orët e gjata në studio duket se kanë ndikuar edhe në lodhjen fizike. Nuk është turp të flesh, Luiz. Turp është të zënë duke fjetur në orar pune. Ishte shkrimi që përdori miku i tij, ilustruar me foton e Luizit, teksa e ka zënë gjumin në studio. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Luiz Zelli dhe Chiara Tito kanë gati filmin që do të publikohet përgjatë muajit të shkurt. Si fansat e Luizit po ashtu dhe të Chiaras, mezi po e presin filmin që me siguri do të thyejë rekorde. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.